Sot ka një mrekulli të liruar për ty, kjo mesazh nuk ka ardhur rastësisht. Unë po intervenoj në jetën tënde dhe dua që të mbash vëmendjen deri në fund. A e di se çdo gjë që po kalon ka një qëllim? Në Isaia 43:19, unë të jap një premtim. Ja, unë po bëj një gjë të re, tani po del në pa, a nuk e shihni? Kjo është ajo që po ndodh tani. Një mrekulli është në proces dhe ti je pjesë e saj. Mund të ndihesh i humbur, i lodhur, ndoshta i mbytur nga dyshimi dhe frika. Por sot unë të thërras për të kuptuar se çdo moment i dhimbjes suaj është një hap drejt restaurimit. Mos u largoni, sepse kjo është koha për të pranuar ndryshimin që po vjen. Shkruani në komente se çfarë prisni nga Zoti. Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku. Por, a e di se çfarë ndodh në thellësitë e shpirtit tënd? Kjo është ajo që do të zbulojmë së bashku. Unë kam parë lotët e tu, kam dëgjuar heshtjen tënde. Cila është ajo dhimbje që ke mbajtur brenda? A ke ndjer lodhje dhe heshtje përballë lutjeve të paqarta? Në Psalmin 56:8, unë të siguroj se ti e numëron çdo lot timin, ato janë në librin tënd. Çdo lot që ke derdhur, çdo moment që ke kaluar në heshtje, nuk ka shkuar kohë. Unë kam qenë aty, duke të mbështetur, duke të dëgjuar. Mund të ndihesh si në një errësirë të thellë, ku asnjë dritë nuk duket se ndriçon. Por, në këtë vend të fshehtë, unë po punoj. Unë po transformoj dhimbjen tënde në forcë. Çdo lutje e paqartë, çdo moment heshtjeje, po shndërrohet në një mundësi për të bërë diçka të re në jetën tënde. Ndaje me ne ndjenjat tuaja në komente. Cila është ajo dhimbje që kërkon shërim? Por, a e di se mrekullia tashmë ka filluar? Unë kam filluar një proces restaurimi në jetën tënde. Çfarë premtimesh janë thyer? A është identiteti yt i humbur? Mrekullia është duke u formuar. Në Galatas 6:7, unë të kujtoj se çfarëdo që njeriu t'i mbjell, atë do të kohë. Çdo përpjekje e bërë, çdo lutje e ngritur, është një farë që po mbillet. Mund të kesh ndjerë se je i humbur, por unë po të rikthej në identitetin tënd të vërtetë. Çdo gjë që ka ndodhur deri tani, çdo premtim i thyer, është një mundësi për të parë fuqinë time të veprimit. Mrekullia është më e madhe se çdo përgjigje që ke kërkuar. Cilat premtime do të rikthehesh? Çfarë do të besosh sërish? Por, a e di se çdo stuhi ka një qëllim? Unë kam lejuar që këto humbje dhe dyert e mbyllura të bëhen formim për ty. Çfarë mësimesh ke nxjerrë nga kjo? Në Romakëve 8:28, unë të siguroj se dhe ne e dim se për ata që e duan Zotin, çdo gjë punon për mirë. Çdo dhimbje, çdo humbje, ka një qëllim të lartë. Mund të ndihesh i shkatëruar, por unë po e përdor këtë kohë për të formuar karakterin tënd. Çfarë do të ndodhte nëse çdo humbje do të bëhej një hap drejt një fitore më të madhe? Cilat janë mësimet që ke mësuar? Çfarë do të marrësh me vete nga kjo përvojë? Por, a e di se çdo rënje mund të sjellë një zbulim të ri? Unë kam përdorur çdo situatë për të zbuluar qëllimin tim. A ke pritur një dalje të pamundur? Në Psalmin 23:4, unë të kujtoj se edhe pse të ecë nëpër një lugim të errët, unë nuk do të kem frikë, sepse ti je me mua. Unë kam qenë me ty në çdo hap, në çdo moment të errët. Kur gjithçka duket se po shkatërohet, është aty ku unë po punoj më shumë. Rënoja jote është terreni ku unë do të sjell dritë. Cila është ajo situatë që te ka ndjerë të pafuqishëm? A je gati të lehtësohesh nga pesha e së kaluarës dhe të fillosh të shohësh një të ardhme të re? Por, a e di se tani është koha për të prishur zinxhiret e së kaluarës? Unë kam ardhur për të prishur zinxhiret e familjes dhe aleancat e gabuara. Çfarë duhet të lësh për të qenë i lirë? Në Filipianëve 1:6, unë të siguroj se ai që ka filluar një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë atë deri në ditën e Krishtit Jezu. Cilat janë zinxhiret që do të thyen sot? A ke guximin të lësh atë që të ndalon?
Unë po të ftoj të heqesh dorë nga çdo lidhje që të mbështjell në errësirë, çdo ngarkesë që të pengon të ecësh përpara. Por, a e di se çfarë ndodh kur e thirrni qëllimin tuaj? Unë po zgjoj ëndrat e tua të varrosura. A ke guximin të fillosh përsëri? Në historinë e Josefit, ëndrat e tij u dukën të pamundura, por unë I ktheva ato në realitet. Çdo ëndër e harruar ka potencialin për të sjellë lavdinë time në jetë. Cila ëndër do të rinovohet? A je gati të besosh sërish? Unë po të therras për të rinovuar atë që ke menduar se është e humbur. Por, a e di se çdo besnikëri e fshehtë do të shpërblehet? Unë kam parë besnikërinë tënde në fshehtësi. A je gati për të marrë nderin publik? Në Mateu 6:4 unë të kujtoj se dhe ati yt që e sheh në fshehtë do të shpërblej. Çdo sakrificë, çdo përpjekje e bërë në heshtje do të shpërblehet. Si e ke përjetuar besnikërinë tënde? A ke qenë I gatshëm të qëndrosh besnik përballë sfidave? Unë po të ftoj të nderosh atë që ke bërë në heshtje. Por, a e di se shërimi fillon nga brenda? Unë po shëroj traumat e tua nga brenda. A ke ndjerë ndonjëherë ndjenjën e fajit dhe refuzimit? Në Isaia 61:3, unë të jap premtimin se ai do t'u jap atyre që janë në Sion një kuror bukurie në vend të pluhurosjes. Cila është ajo plagë që do të shërohet? A je gati të pranosh shërimin që unë po ofroj? Por, a e di se mrekullia do të bëhet një dëshmi? Unë po shndërroj mrekullinë tënde në një dëshmi. A je gati të ndash historinë tënde? Në Gjonin 11:43-44, unë thira Lazarit nga varri dhe ai u ngrit në jetë. Çdo mrekulli që unë bëj është për të sjellë lavdinë time. Cila është historia jote e shërimit? A je gati të ndash atë që unë kam bërë për ty? Por, a e di se bekimi është tashmë I liruar? Mrekullia është liruar. Bekimi është mbi ty, a je gati të pranosh këtë dhuratë? Në Efesianëve 3:20, unë të siguroj se dhe ai është në gjendje të bëjë më shumë se sa ne kërkojmë ose mendojmë. Bashkohuni me ne në komunitetin ton për të ndarë bekimet. Mos harro, mrekullia është vetëm fillimi. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për të. Më poshtë, do të shihni fjalën abonohu. A e shihni? Dua që ta klikoni. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të bashkoheni me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tuaj, shtëpinë tuaj dhe zemrën tuaj. Linku. A e ndjen këtë? Një thirrje e thellë brenda teje, një dëshirë për të shkuar në thellësitë e shpirtit tënd. Unë kam hyrë në atë vend të fshehtë, aty ku lotët e tu kanë rrjedhur pa fjalë. Ku heshtja ka qenë shoqëruesi yt më I afërt dhe lodhja ka mbushur zemrën tënde. Unë e di se ndonjëherë ndihesh I vetmuar, si një shkëmb në detin e turbulencave. Por, dëgjo, unë kam ardhur për të dhënë ngushëllim. Në Psalmin 34:18, unë të them, Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyer dhe I shpëton ata që janë të përulur në frym. Çdo lot që ke derdhur është një lutje e padëgjuar, një thirrje për ndihmë që unë e kam dëgjuar. Unë kam hyrë brenda atij vendi të errët, aty ku ndihesh I humbur dhe I dorëzuar. Aty ku ëndrat e tua duken të shkatëruara dhe shpresat e tua janë të zbehta. Por unë po të them, fëmija im, se ajo që duket si fund është vetëm fillimi I diçkaje të re. Në çdo moment të heshtur, unë kam punuar për të sjellë dritë në errësirën tënde. Unë kam dëgjuar lutjet e tua të heshtura, ato që nuk I ke thënë kur me zë të lartë. A e di se mrekullia që po presim nuk është larg? Ajo është e pranishme në çdo hap të jetës tënde. Unë kam hyrë në atë vend të fshehtë për të dhënë forcë, për të ngjallur dhe për të rikthyer në identitetin tënd të vërtetë. Kjo është koha për të pranuar se unë jam me ty në Isaia 41:10, unë të them, mos u frikë, sepse unë jam me ty, mos u shqetëso, sepse unë jam Zoti yt. Këto fjalë janë një premtim për ty, një premtim që nuk do të thyet.
Mund të ndihesh i lodhur, por unë po të thëras për të ngjallur atë forcë që është brenda teje. Çdo hap që ke marrë deri tani ka qenë një hap drejt mrekullisë. Çdo vuajtje që ke përjetuar ka qenë një formim, një përgatitje për atë që unë kam përgatitur për ty. A e di se çdo moment i vështirë është një mundësi për të rritur besimin tënd? Kur ndihesh i braktisur, kujto se unë kam hyrë në atë vend të fshehtë për të mbushur me shpresë. Unë kam një plan për ty, një plan për të dhënë një të ardhme të mbushur me shpresë dhe qëllim. Në çdo vështirësi, unë kam qenë aty duke të mbajtur në duar. Ajo që ti nuk e sheh tani, është se unë po punoj për të sjellë një ndryshim të madh në jetën tënde. Ndaj, mos e humb shpresën. Mrekullia po vjen dhe ajo është më afër se sa mendon. Çdo gjë që duket e pamundur, unë mund ta bëj të mundur. Në Markun 10:27, unë të them, për njerëzit është e pamundur, por për Zotin çdo gjë është e mundur. Prandaj qëndroj fort, sepse unë jam me ty, unë po hyj në vendin tënd të fshehtë dhe po sjell shërim, shpresë dhe ngushëllim. Tani, le të kalojmë në atë që është e ardhshme. Ajo që do të zbulojmë në bllokun që vijon është se mrekullia ka filluar tashmë. Çdo premtim që kam bërë për ty është në proces të realizimit. Ti do të shohësh se çfarë do të bëjë Zoti për ty. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurata jote ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër në dhimbje. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Ajo që ishte fshehur deri tani, po del në dritë. Mrekullia ka filluar dhe ti do të shohësh se çdo premtim që kam bërë për ty është në proces të realizimit. Unë kam bërë një marrëveshje me ty dhe asgjë nuk do të më ndaloj për ta përmbushur atë. Ti ke ndjerë dhimbjen e humbjes dhe të shkënjimit. Ti ke pritur dhe ke lutur duke u përpjekur të kuptosh se ku ndodhet Zoti në këtë situatë. Por, dëgjo, biri im, bie mia, unë kam qenë aty duke dëgjuar çdo lutje, çdo lodhje. Nuk ka asnjë lutje që ka shkuar e pa përgjigje. Çdo fjalë e thënë në heshtje, çdo mendim i brendshëm, unë i kam parë. Në këtë moment, dua të kujtoj se premtimet e mia nuk janë të thjeshta fjalë. Ato janë të forta si çeliku dhe ato do të realizohen. Ti ke parë shumë pengesa, shumë dyshime, por unë po të them se çdo pengesë do të bëhet një hapësirë për të parë lavdin time. Ajo që duket si një fund, do të shndërrohet në fillimin e një historie të re. Më kujtohet historia e Abrahami, që kishte një premtim të madh nga unë. Ai priste një djalë dhe kur duket se gjithçka ishte e humbur, unë erdha dhe i thash, do të kesh një djalë. Dhe Abrahami besoi, pavarësisht moshës së tij të avancuar. Ai e dinte se mrekullia ishte e mundur për mua. Po ashtu, unë po të them ty, besoni, sepse mrekullia është në rrugë. Mund të ndihesh i humbur si një anije në një stuhi të madhe. Por, dëgjo mirë, stuhia nuk është fundi, ajo është një formim. Ajo që ti po kalon është një proces, një formim që do të përgatisë për të ardhmen që kam parashikuar për ty. Mos e humb besimin, sepse çdo gjë që duket si një pengesë tani do të shndërrohet në një mundësi. Mrekullia që po ndodh në jetën tënde është më e madhe se çdo gjë që ke kërkuar. Unë po punoj në mënyra që ti nuk mund t'i kuptosh tani, por besoj, çdo gjë do të vijë në vendin e saj. Në Romakëve 8:28, unë të them, dhe ne dim se të gjitha gjërat punojnë së bashku për të mirën e atyre që e duan Perëndin. Çdo hidhërim që ke kaluar, çdo dhimbje që ke ndjerë, do të shndërrohet në një dëshmi të fuqishme. Ti do të jesh një dëshmitar i mrekullive të mia, do të ndihesh i rinovuar, i ripërtërir, dhe do të kesh forcën për të ndihmuar të tjerët që ndihen si ti. Mund të ndihesh sikur ke humbur identitetin tënd, por unë po të them se identiteti yt është në mua. Ti je biri im, bie mia, dhe unë kam një plan të madh për ty. Çdo pengesë do të shndërrohet në një mundësi për të treguar lavdin time. Dhe tani, ndërsa kalojmë në bllokun që vjen, do të zbulojmë se stuhia nuk erdhi për të shkatëruar, por për të formuar. Ajo që duket si një humbje do të shndërrohet në një fitore të madhe.
Rruga që po kalon është e vështirë, por ajo do të çojë në vendin që kam parashikuar për ty. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse mrekullia është më afër se sa mendon. Unë jam me ty, çdo hap e çdo moment. Ajo që duket si një humbje do të shndërrohet në një fitore të madhe. Stuhia që po kalon nuk është një shenjë e së keqes, por një mundësi për të formuar karakterin tënd. Ti ke ndjerë dhimbjen, humbjen dhe ndonjëherë ndihesh si një anije në një det të trazuar. Por, dëgjo, unë po të them se çdo rrebesh, çdo valë e madhe, ka një qëllim. Kur shohim në Bibël, ne shohim se stuhit janë pjesë e natyrshme e jetës. Mendoni për Noën. Ai kaloi një stuhi të madhe, një përmbytje që e ndryshoi botën. Por ajo që ndodhi pas saj ishte një ripërtëritje e madhe. Unë e përdora atë situatë për të ndërtuar një të ardhme të re. I njëjti është i vërtet për ty. Stuhia që po kalon është një mundësi për të ndërtuar një të ardhme të re, për të forcuar besimin tënd dhe për të zbuluar qëllimin tënd të vërtetë. Unë e di se ndihesh i lodhur, i braktisur, por unë jam këtu me ty në këtë moment. Unë kam hyrë në vendet më të errëta të shpirtit tënd, atje ku dhimbja është fshehur. Unë kam parë lotët e tua, kam dëgjuar heshtjen tënde. Ajo heshtje e thellë, ajo dhimbje e fshehur, ajo është një thirrje për mua. Unë kam ardhur për të ndihmuar të dalësh nga errësira. Stuhia që po kalon është një formim, jo një shkatërim. Ajo është një mundësi për të zhvilluar besimin tënd, për të forcuar karakterin tënd. Ti je në një proces transformimi dhe unë po të them se çdo dhimbje, çdo humbje, çdo pengesë që ke hasur, do të shndërrohet në një mundësi për të treguar lavdin time. Ndonjëherë, ne kemi nevojë të humbasim diçka për të fituar diçka më të madhe. Mendoni për Jozefin, i cili u shit si sklav nga vëllezërit e tij. Ai kaloi shumë vështirësi, por çdo gjë që ndodhi e çoi në një qëllim të madh. Ai u bë një shpëtimtar për popullin e tij. Stuhia që kaloi ishte një formim për të, një përgatitje për atë që do të vinte. Unë po të them se çdo humbje që ke përjetuar do të shndërrohet në një fitore. Çdo derë e mbyllur është një mundësi për të zbuluar një derë të re. Unë kam një plan për ty, një plan që është më i madh se çdo pengesë që ke hasur. Dhe tani, ndërsa kalojmë në bllokun që vjen, do të zbulojmë se ruina që ke përjetuar ishte një terren për zbulesa të reja. Ajo që duket si fund, në të vërtetë është një fillim i ri. Unë po të ftoj të vazhdosh këtë udhëtim me mua, sepse çdo hap që merr është një hap më afër mrekullisë që kam për ty. Unë jam me ty, çdo hap e çdo moment. Por çfarë ndodhi në të vërtetë pas asaj stuhie? Si mund të kuptojmë se ruina që përjetuam ishte një terren i zbulesave të reja? Unë po të ftoj të ndalesh për një moment dhe të mendosh për të gjitha ato momente kur ndjeve se gjithçka po shkatërrohej rreth teje. Ato momente kur ti ndjeve se nuk kishte më shpresë. Ato janë pikërisht ato momente që janë të nevojshme për të kuptuar se si Zoti vepron në jetën tonë. Shiko, shumë herë ne mendojmë se kur ndodhin gjëra të këqija, ato janë një dënim nga Zoti. Por unë po të them se ato janë mundësi të mëdha për zbulesa të reja. Në Bibël, shohim se si shumë herë Zoti ka përdorur ruina për të sjellë një shpëtim të ri. Mendoni për Jozefin, i cili kaloi nëpër shumë vështirësi dhe përbuzje, por çdo gjë që ndodhi e çoi në shpëtimin e një kombi të tërë. Ai u hodh në një pust, u shit si sklav dhe përfundoi në burg, por Zoti e përdori atë për të shpëtuar shumë njerëz. Sot, unë po të them se çdo ruinë që ke përjetuar është një mundësi për të zbuluar një të vërtetë të re rreth vetes. Çdo dhimbje, çdo humbje, çdo dështim është një hap drejt një qëllimi më të madh. Unë kam hyrë në ato vende të errëta të shpirtit tënd, aty ku askush tjetër nuk ka hyrë. Unë kam parë lotët e tua, kam dëgjuar heshtjen tënde, kam ndjerë lodhjen tënde. Dhe tani, unë po të them se kjo është koha për të parë se si Zoti do të shndërrojë çdo ruinë në një mundësi të re. Çdo herë që ndihesh i humbur, kujto se unë kam një plan për ty. Plani im është i madh, dhe ai përfshin çdo pjesë të jetës tënde. Unë kam parashikuar çdo hap që do të marrësh, çdo pengesë që do të përballesh.
Unë kam ardhur për të dhënë një shpresë të re, një qëllim të ri. Ruina që ke përjetuar është tereni ku do të zbulesh fuqinë time. Kur mendojmë për ruina, ne shpesh mendojmë për dështime dhe humbje. Por unë po të them se çdo gjë që duket si fund, në të vërtetë është një fillim i ri. Mos harro se Zoti përdor çdo situatë për të na formuar dhe për të na drejtuar në rrugën e duhur. Në Romakëve 8:28 thuhet, dhe ne dimë se për ata që e duan Zotin, të gjitha gjërat bashkohen për të mirën. Çdo ruinë, çdo humbje, çdo dhimbje do të shndërrohet në diçka të bukur. Dhe tani, ndërsa vazhdojmë në këtë udhëtim së bashku, do të zbulojmë se si Zoti do të na ofrojë një mundësi të re për të ndërtuar. Ai do të na ndihmojë të shohim se çdo gjë që kemi kaluar është një hap drejt një qëllimi më të madh. Ruina që ke përjetuar është një mundësi për të zbuluar fuqinë e Zotit në jetën tënde. Vazhdo të besosh, sepse unë kam një plan për ty. Plani im është më i madh se çdo pengesë që ke hasur. Ruina do të shndërrohet në një dëshmi të fuqishme të besimit tënd. Unë po të ftoj të hapësh zemrën tënde dhe të pranosh këtë të vërtetë. Çdo hap që merr është një hap më afër mrekullisë që kam për ty. Dhe tani, ndërsa kalojmë në bllokun që vjen, do të flasim për mënyrën se si Zoti do të thyejë çdo cikël të keq që të ka mbajtur prapa. Do të zbulojmë se si ai do të pastrojë çdo pengesë dhe do të sjellë një ripërtëritje të re në jetën tënde. Unë jam me ty, çdo hap e çdo moment. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen e dhurimit në përshkrim. Sot, ndërsa ne vazhdojmë këtë udhëtim të mrekullueshëm, është e rëndësishme të kuptosh se çdo pengesë që ke përjetuar është një mundësi për të thyer zinxhiret që të kanë mbajtur të lidhur. Zoti është këtu për të thyer çdo cikël të keq që të ka penguar të ecësh përpara. Ai e di se sa shumë ke vuajtur, sa herë ke ndjerë se je i bllokuar në një cikël të pafund. Por sot, unë po të them se ka ardhur koha për të ndryshuar këtë histori. Një nga arsyet pse shumë njerëz ndihen të bllokuar është për shkak të lidhjeve të këqija që mbajnë. Çdo marrëdhënie, çdo besim, çdo zakon që nuk të shërben më, është një zinxhir që të pengon të ecësh përpara. Zoti dëshiron të të ndihmojë të identifikosh këto lidhje dhe të fillosh një proces pastrimi. Ajo që duket e pamundur, është e mundur përmes fuqisë së Tij. Ai është ai që i thot detit të qetësohet dhe stuhisë të ndalet. Ai është me ty, duke të udhëhequr në këtë proces pastrimi. Mund të ndihesh i frikësuar për këtë proces, sepse ndonjëherë është e vështirë të lësh pas atë që ke njohur për një kohë të gjatë. Por dëgjoj, unë kam një mesazh për ty. Çdo gjë që Zoti do të heqë nga jeta jote është për të mirën tënde. Ai do të ndihmojë të heqësh dorë nga ato lidhje të dëmshme, të ato zakone që të mbajnë të lidhur në një cikël të pafund. Në 2 Korintasve 5:17 thuhet, prandaj në Krishtin, ai që është në një krijim të ri, e kaluara ka kaluar, ja, gjithçka është bërë e re. Kjo është ajo që Zoti po bën në jetën tënde sot. Mund të jetë e vështirë të besosh se një jetë e re është e mundur, por Zoti po të fton të besosh në të. Ai po të thotë se çdo pengesë që ke hasur do të shndërrohet në një mundësi për të rritur besimin tënd. Çdo herë që ndihesh i bllokuar, e di se Zoti është aty për të të ndihmuar të gjesh rrugën e duhur. Ai po të thotë se është koha për të thyer ciklet e keqia dhe për të rinovuar shpirtin tënd. Tani, imagjino se si do të ndihesh kur të heqësh dorë nga ato lidhje dhe zakone që të kanë mbajtur të lidhur. Do të ndihesh i lirë, i fortë dhe i gatshëm për të filluar një kapitull të ri në jetën tënde. Zoti po të thotë se ky është momenti yt. Ai po të thotë se është koha për të marrë një vendim të guximshëm dhe për të besuar se ai do të ndihmojë të shohësh një të ardhme më të ndritur. Mos harro, çdo hap që merr në këtë proces është një hap më afër mrekullisë që Zoti ka për ty. Ai po të thotë se çdo gjë që duket e pamundur, do të bëhet e mundur përmes besimit tënd. Zoti është duke punuar në jetën tënde, duke pastruar çdo pengesë dhe duke sjellë një ripërtëritje të re. Ai është duke të përgatitur për diçka të madhe.
Dhe tani, ndërsa ne kalojmë në blokun e ardhshëm, do të flasim për thirrjen tënde të zgjuar. Do të zbulojmë se si Zoti ka vendosur në ty një qëllim të veçantë, një thirrje që do të çojë në një jetë të mbushur me qëllim dhe gëzim. Mos harro, Zoti është me ty në këtë rrugëtim, duke të udhëhequr dhe duke të forcuar çdo hap që merr. Dhe tani, le të kthehemi te thirrja jote e zgjuar, sepse Zoti ka vendosur diçka të veçantë brenda teje. Ajo që ndihesh se është e humbur, ajo që duket se është varrosur në pesha të rënda, është gati të zgjohet. Zoti të thotë se është koha për të rikuperuar ato ëndrat që ke lënë pas. Ai ka vendosur një qëllim të madh për ty, një thirrje që do të çojë në një jetë të mbushur me kuptim dhe gëzim. Shpesh, në momentet më të errëta, ne ndjehemi të humbur dhe të larguar nga qëllimi ynë. Por, kujto, asnjëherë nuk je i vetëm. Zoti është aty, duke të thënë, unë kam një plan për ty, një plan për të mirë, për të dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Jeremia 29:11. Ky është një premtim i fuqishëm. Ai nuk e haron thirrjen që ka vendosur në ty. Kjo thirrje është si një zë që të thërret, një zë që nuk do të pushonte derisa të fillosh ta dëgjosh dhe ta ndjekësh. Kjo është koha për të zgjuar ato ëndrat e tua të varrosura, për të kthyer syt nga ajo që Zoti ka përgatitur për ty, ajo që ke menduar se është e pamundur, Zoti e ka bërë të mundur. Ai po të thotë se është koha për të ndjerë guximin për të ndjekur ato dëshira që ke mbajtur në zemrën tënde. Ëndrat e tua janë të rëndësishme për Zotin, dhe ai dëshiron që ti ndjekësh ato me pasion. Ndoshta ke përjetuar dështime, ndoshta ke hasur në pengesa që të kanë bërë të dyshosh në veten tënde. Por sot, Zoti po të thotë, unë jam me ty, unë po të forcoj, unë po të jap guximin që të vazhdosh përpara. Ai është duke të udhëhequr në çdo hap që merr, duke të ndihmuar të shohësh se çdo përvojë, çdo dhimbje, çdo humbje ka qenë një hap drejt qëllimit tënd. Kujto historinë e Davidit, i cili, edhe pse ishte një djalë i ri dhe i panjohur, kishte një thirrje të madhe. Ai u përball me sfida të mëdha, por Zoti e përgatiti atë për të qenë mbreti. David u zgjodh nga një bari dhe u bë një lider i madh, sepse ai besoi në thirrjen që Zoti kishte për të. Po ashtu, Zoti ka vendosur një thirrje për ty, një thirrje që do të çojë në lartësi që nuk i ke imagjinuar kurrë. Tani është koha që ti të zgjohet dhe të fillosh të ndjekësh atë thirrje. Zoti është duke të thënë, nuk është vonë. Unë kam nevojë për ty, unë kam nevojë për zërin tënd, për dhuratën tënde. Mos e lejo frikën të ndaloj. Unë kam bërë një investim të madh në jetën tënde. Çdo moment i dhimbjes që ke kaluar, çdo moment i heshtjes, është një hap drejt qëllimit tënd. Mund të ndihesh i vogël, por Zoti e sheh potencialin tënd të madh. Ai po të thotë, unë kam vendosur një thirrje të madhe në ty. Kjo është koha për të zgjidhur çdo pengesë që të ka ndaluar. Përdor çdo dhimbje si një motivim për të ndjekur atë që Zoti ka përgatitur për ty. Kjo është koha për të ndjerë guximin për të ndjekur ëndrat e tua. Dhe ndërsa ne kalojmë në blokun e ardhshëm, do të flasim për nderimin publik pas atij qendrese të fshehtë. Do të zbulojmë se si besnikëria jote në fshehtësi do të shpërblehet me një qëllim të madh, një qëllim që do të ndikojë jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e të tjerëve. Zoti ka ruajtur një vend të veçantë për ty në këtë histori të madhe të jetës. Prandaj, qëndro i hapur dhe i gatshëm për atë që do të vijë. Dhe tani, le të flasim për nderimin publik që vjen pas atij qendrese të fshehtë. Ajo që ndodhi në errësirë nuk është e humbur, ajo është e ruajtur për një qëllim të madh. Zoti po të thotë, unë kam parë besnikërinë tënde, edhe kur askush tjetër nuk e pa. Unë kam parë përpjekjet e tua, lotët e tua dhe lutjet e tua të heshtura. Kur shohim në Bibël, kujtojmë historinë e Davidit. Ai ishte një djalosh i vogël, një pastor i thjeshtë, por Zoti e kishte zgjedhur atë për të qenë mbret. Ai kaloi vite duke u përballur me sfida dhe duke u përndjekur, por çdo moment në errësirë ishte një përgatitje për lavdin që do të vinte. David u shpall mbret pas një periudhe të gjatë të besnikërisë dhe qendresës.
Kjo është ajo që Zoti po bën për ty sot. Ai po të përgatit për një nderim të madh. Nuk është gjithmonë e lehtë të presësh. Ndonjëherë mund të ndihesh si në një pritje të pafund. Por kujto, çdo periudhë e pritjes është një mundësi për rritje. Zoti po të thotë, çdo hap që ke bërë në heshtje, çdo sakrificë që ke bërë pa pritur nderim, do të shpërblehet. Ai ka një plan të madh për ty, një plan që përfshin jo vetëm ty, por gjithashtu ata që të rrethojnë. Mund të kesh kaluar nëpër situata të vështira, ku ndihesh i pavlerë, i humbur dhe i vetmuar. Por Zoti është aty me ty, ai po të thotë, unë kam një qëllim për ty, unë do të nderoj publikisht, sepse ti ke qëndruar besnik në fshehtësi. Ai e di se sa e vështirë ka qenë për ty të vazhdosh të besosh, të vazhdosh të lutesh dhe të vazhdosh të shpresosh, edhe kur gjithçka duke e humbur. Mendoni për momentet kur ndiheni të pavlerë. Ajo është një ndjenjë e thellë, një ndjenjë që mund të mbajë të lidhur. Por Zoti po të thotë, unë kam vendosur që ti do të ndihesh i nderuar. Unë do të jap një zë, një mundësi për të ndarë atë që ke kaluar. Nderimi publik është më shumë se thjesht vlerësim, është një mundësi për të ndikuar në jetët e të tjerëve. Kur Zoti të nderon, ai e bën atë për të ndihmuar të tjerët të shohin lavdinë e tij. Ai do të përdor historinë tënde për të frymëzuar ata që po kalojnë nëpër sfida të ngjashme. Kujto historinë e Jobit, një njeri që humbi gjithçka, por qëndroi besnik. Pas çdo vuajtjeje, Zoti e nderoi atë me më shumë se kishte pasur ndonjëherë. Kjo është ajo që Zoti po përgatit për ty. Tani, ndërsa e kupton këtë, fillo të përgatitesh për atë që do të vijë. Besimi yt do të shpërblehet dhe nderimi yt do të jetë një dëshmi për të tjerët. Zoti po të thotë, unë kam ruajtur një vend të veçantë për ty në këtë histori të madhe të jetës. Qëndro i fortë, sepse lavdia ime do të zbulohet në jetën tënde. Dhe ndërsa kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për restaurimin nga brenda. Do të zbulojmë se si Zoti po punon për të shëruar traumat, ndjenjat e fajit dhe identitetin tënd. Ai po të thotë, unë po të ndihmoj të rikuperosh çdo gjë që është hyrë. Unë po të jap një identitet të ri. Qëndro i hapur, sepse Zoti ka një plan të jashtëzakonshëm për ty. Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdoj të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Nuk është e lehtë të përballesh me plagët e së kaluarës. Ajo që ndodhi, ndonjëherë na ndjek si një hije e errët, duke na mbajtur të lidhur dhe të frikësuar. Por tani, Zoti po të thotë, unë kam ardhur për të sjellë restaurim të thellë, për të shëruar çdo traumat që ke mbajtur brenda teje. Ai dëshiron të ndihmoj të çlirohesh nga çdo ndjenjë fajësie, çdo ndjenjë që të ka mbajtur të ngurtë në vend. Mendo për ata që janë shëruar në Bibël. Si ajo grua që vuante nga gjakderdhja për 12 vjet, ajo e dinte se vetdia e saj ishte e thyrë, por kur preku rrobën e Jezusit, ajo u shërua. Ai e dinte se çfarë kishte ndodhur dhe e pyeti, kush më preku? Ajo u frikësua, por ai e qetësoi, bija ime, besimi yt të ka shpëtuar. Luka 8:43-48. Zoti po të thotë se është koha për të prekur rrobën e tij. Ai është këtu për të shëruar nga brenda. Shumë herë, ne mbajmë barën e të kaluarës tonë, por ai dëshiron të jap një identitet të ri, një identitet që është i mbushur me dashuri, shpresë dhe qëllim. Sot është dita që Zoti po të thotë, unë po e heq çdo barë që të ka mbajtur të lidhur. Unë po e riparoj çdo pjesë të thyra të shpirtit tënd. Mund të ndihesh i humbur, por e di se Zoti është aty për ty. Ai po të fton të hapësh zemrën tënde dhe të lejosh që ai të hyjë në ato vende të errëta ku ndihesh më i prisht. Ai dëshiron të shohë çdo pjesë të tyre, madje edhe ato që ke fshehur thellë. Ai po thotë, unë kam ardhur për të shëruar çdo plagë dhe për të restauruar çdo pjesë të identitetit tënd. Mund të kesh kaluar vite duke u ndier i pavlerë, duke u ndier si një dështim. Por Zoti po të thotë, ti je më shumë se sa mendon. Unë kam një qëllim të veçantë për ty.
Ai dëshiron që të kuptosh se çdo dhimbje që ke kaluar, çdo humbje që ke përjetuar, ka qenë një pjesë e formimit të ardhmes tënde. Ai po të thotë, unë kam përdorur çdo moment për të bërë më të fortë, më të mençur dhe më të gatshëm për atë që kam përgatitur për ty. Dhe ndërsa ne kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për atë çka do të thotë të kesh një nderim publik pas një periudhe të fshehtë. Si do të duket kur Zoti të nderoj për besimin tënd? Si do të jetë kur të shohësh se çdo sakrificë që ke bërë, çdo lutje që ke ngritur, ka pasur një qëllim të madh? Qëndro i gatshëm, sepse lavdia e Zotit do të zbulohet në jetën tënde dhe do të jetë një dëshmi për të tjerët. Ai do të nderojë në mënyrë që të tjerët të mund të shohin se çfarë Zoti ka bërë për ty. Dhe tani, ndërsa po shohim këtë nderim publik që po vjen, le të kuptojmë se ky është një moment i veçantë. Ky është një moment kur Zoti po të thotë, unë kam parë çdo sakrificë që ke bërë në fshehtësi. Unë kam dëgjuar çdo lutje që ke ngritur kur askush tjetër nuk ishte atje për të mbështetur. Ai po të thotë se çdo moment i vuajtjes, çdo lot që ke derdhur, ka kontribuar në një plan më të madh. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumë të nderimit publik pas periudhave të fshehta. Mendoni për Davidin. Ai kaloi vite duke u ndjerë i braktisur dhe i harruar në malet e Judës, por Zoti e zgjodhi atë për të qenë mbreti i Izraelit. Ai e nderoi publikisht duke e bërë Davidin një simbol të besnikërisë dhe të forcës. Zoti e mori një bari dhe e bëri një mbret duke e nderuar në mënyrë që të tjerët të mund të shohin lavdinë e tij. Por çfarë do të thotë kjo për ty? Çfarë do të thotë për jetën tënde? Zoti po të thotë se nuk ka asnjë sakrificë që është bërë në fshehtësi që nuk do të shpërblehet. Ai po të thotë, unë do të nderoj në mënyrë të tillë që të gjithë do të shohin se unë jam me ty. Ky është një premtim i fuqishëm dhe është një premtim që duhet ta mbash në zemrën tënde. Dhe ndërsa ne flasim për këtë nderim, le të kuptojmë se ky nderim nuk është vetëm për lavdinë tënde. Ai është për të tjerët rreth teje. Ai është për ata që kanë parë vuajtjet e tua, ata që kanë parë betejat e tua. Zoti do të përdor historinë tënde për të sjellë shpresë te ata që janë në errësirë. Ai do të përdor çdo moment të vuajtjes tënde për të ndihmuar ata që ndihen të humbur. Mund të ndihesh i vogël, i pavlerë, por Zoti po të thotë, ti je i rëndësishëm për mua. Ti je një pjesë e planit tim të madh. Ai do të nderojë në mënyrë që të tjerët të mund të shohin se çfarë është e mundur kur beson dhe qëndron i fortë. Çdo herë që të duket se e ke humbur shpresën, kujto se Zoti është duke punuar në jetën tënde. Ai po përgatit një dëshmi që do të frymëzojë të tjerët. Kjo është një kohë e veçantë për të pranuar nderimin e Zotit. Ai po të thotë, unë kam një plan për ty dhe ky plan është për të ngritur nga vendi ku je tani. Kjo është një mundësi për të parë se si Zoti po punon në jetën tënde. Ai po të thotë se çdo gjë që ke kaluar do të shndërrohet në lavdi. Pra, qëndro i fortë dhe besoni se nderimi publik është në horizont. Zoti do të nderojë dhe kjo do të jetë një dëshmi për të gjithë ata që të kanë parë duke luftuar. Ai do të japë një zë, një mundësi për të ndarë historinë tënde dhe për të sjellë shpresë te ata që ndihen të humbur. Dhe tani, ndërsa ne kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për restaurimin e thellë të identitetit tënd. Si do të ndihesh kur Zoti të shërojë plagët e tua të brendshme? Si do të jetë kur të ndihesh i ri dhe i rinovuar, i lirë nga çdo barrë e kaluar? Qëndro i gatshëm, sepse Zoti është gati për të bërë një punë të madhe në jetën tënde. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes lidhjes në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Tani, le të flasim për atë që Zoti ka bërë dhe për atë që do të bëjë në jetën tënde. Ti je në procesin e një transformimi të madh dhe tani është koha për të njohur se çfarë do të thotë të jesh i lirë. A e di se çdo gjë që ke kaluar, çdo dhimbje, çdo humbje, çdo përvojë e vështirë, ka shërbyer për të sjellë në këtë moment të veçantë? Ky është një moment për të dëshmuar se Zoti është besnik. Zoti të ka thirrur për të qenë një dritë në botë.
Ai ka vendosur një qëllim të madh për ty dhe tani është koha për ta zbuluar atë. Në librin e Isaia 43:18-19, Zoti thotë: Mos e kujtoni të kaluarën, as mos e mendoni atë që ka ndodhur më parë. Ja, po bëj një gjë të re, tani po del në pa, a nuk e shihni? Ai po të thotë se çdo gjë e vjetër do të zëvendësohet me diçka të re. Çdo plagë që ke mbajtur do të shërohet, çdo barë do të hiqet dhe çdo ëndër e humbur do të rikthehet. Përpara teje është një mundësi e madhe. Zoti po të fton të dalësh nga hija e dyshimit dhe të marrësh një hap të ri në besim. A e di se ai është duke të përgatitur për diçka të jashtëzakonshme? Një dëshmi që do të ndihmojë të tjerët të besojnë se edhe ata mund të shohin një ndryshim. Imagjino se si do të ndihesh kur të ndash historinë tënde me të tjerët dhe ata të shohin se si Zoti ka punuar në jetën tënde. Çdo hap që ke marrë deri tani ka qenë një hap drejt qëllimit të tij për ty. Ai ka parë çdo lot që ke derdhur, çdo lutje që ke bërë në heshtje, dhe çdo moment kur ke ndjerë se po humbje shpresën. Por sot, Zoti po të thotë se ai ka dëgjuar. Ai ka ndëruar fatin tënd dhe tani është koha për të marrë atë që të takon. Mund të ndihesh i frikësuar për të ardhmen, por e di se Zoti është me ty, ai nuk të ka lënë asnjëherë. Ai është aty për të mbështetur, për të udhëhequr dhe për të dhënë forcë. Çdo gjë që ke kaluar ka qenë një përgatitje për atë që po vjen. Në çdo sfidë, në çdo luftë, Zoti ka qenë duke të forcuar. Ai po të thotë se je më i fortë se kur më parë. Dhe tani, kur po e mbyllim këtë mesazh, dua të kujtoj se çdo gjë që ke dëgjuar sot është një premtim i drejtë për drejt nga Zoti. Ai po të thotë se çdo gjë do të shkojë për mirë. Ai është në kontroll dhe ai ka një plan të madh për ty, pra besoni se ky është vetëm fillimi. Dëshmia jote do të bëhet një burim shprese për të tjerët. Mos harro, ti je i dashur, ti je i zgjedhur dhe ti je i fortë. Zoti ka bërë një punë të madhe në jetën tënde dhe tani është koha për të shpallur ato bekime që po vijnë. Bëhu gati për të ndarë historinë tënde, sepse ajo do të frymëzojë shumë. Le të lutemi së bashku. Zoti, ne të falenderojmë për gjithçka që ke bërë dhe për gjithçka që do të bësh. Ne besojmë se dëshmia jonë do të jetë një burim shprese për të tjerët. Amen. Dhe tani, nëse ke ndjerë se Zoti ka folur me ty sot, lëre një koment më poshtë. Na thuaj se si Zoti ka vepruar në jetën tënde, na ndihmo të ndajmë këtë mesazh me të tjerët. Nëse je i ri këtu, mos harro të bëhesh pjesë e komunitetit tonë. Bëhu pjesë e kësaj historie të mrekullueshme dhe ndani me ne besimin tënd. Zoti të bekoft.